Ecim për autizmin ishte slogani marshimit përgjatë pedonales së qytetit. Përfaqësues të Bashkisë Shkodër të Zyrës Arsimore vënë theksin tek funksionimi i institucioneve, por edhe bashkëpunimi me shoqërinë për t'u gjendur sa më afër familjeve dhe këtyre personave në integrimin e shkollimin e tyre. Edukatorët, kujdestarët, mësuesit, në mënyrë të veçantë prindërit e këtyre fëmijëve, të cilët i kanë dedikuar jetën, ndaj dhe si bashki ndjejmë detyrim që çdo ditë më shumë të forcojmë punën tonë në mbështetje të familjarëve të cilët kanë këto fëmijë për t'i thënë që nuk jeni vetëm. Në një pjesë të mirë të familjeve kena arrit me mposhtë stigmën e të paturit një fëmijë, e të pranuarit se një familje e ka një fëmijë me spektrin autik. Në shkolla, me gjithë përfshirjen kena arrit me mposhtë stigmen që me të gjithë klasën mundet me kenë edhe një fëmijë autik. Spektri autizmit është shumë i gjerë dhe ajo që ka është luftë për të gjithë ne është që këto fëmijë me i nxjerr nga izolimi dhe me i bë qytetar njësoj si të gjithë nxënësit e tjerë që ne kena në institucionet tona arsimore. Kjo ditë është një mundësi për me reflektu mbi atë çfarë mund të bëjmë për me kriju një botë më të mirë dhe më pranuese ku ka vend për çdo, e ku fokusi nuk është eliminimi i diversitetit mendjeve, por kuptimi dhe pranimi i tyre. Me pankarta sensibilizuese në duar, vetë fëmijët, prindërit, shkollat dhe qendrat e përkujdesit ju drejtuan shoqërisë, duke i thënë se autizmi flet, por ka nevojë për përkrahje. Sot është dita botërore e autizmit, e cila synon të rrisë ndërgjegjësimin dhe edukimin lidhur me çrregullimin e spektrit të autizmit dhe përmirësimin e jetës së tyre. Fatkeqësisht në Shkodër ende ka 10 familje që vuajnë për kujdesin e institucioneve, duke patur më të vështirë si paragjykimin, ndjekin e terapive apo dhe transportin ndaj këtyre fëmijëve.